edhe nëse vetëm kthejmë kokën prapa, Kosova de facto ka kalu në 3 procese zgjedhore deri më tash. Kemi pas një fushat tepër gjatë për zgjedhjet e 9 shkurtit, nëse s'gaboj ka zgjatë 30 ditë. Ajo pjesa zyrtare ka qenë 30, se kështu më shpejt, më shumë. Pastaj kemi pas zgjedhjet lokale dhe balotazhin për zgjedhjet lokale dhe siç e tha edhe ti, fakti që në periudhën 8 mujore nuk ka pas një zgjidhje të qëndrueshme në një forma tjetrën. Në fakt du të them është hera parë në historinë e Republikës së Kosovës ku kemi pas një situatë e cila na solli ku jemi, të zgjedhjet e reja për një periudhë të shkurt kohore. Kemi pas një herë një ngërç i cili pastaj u zgjidh në kohën e Vlanit dhe pastaj u gjit një zgjidhje, kurse si vjet mendoj që partitë politike të gjitha, po sidomos partia e cila i ka fitu zgjedhjet e 9 shkurtit, që i bie vetë vendosja, ka rënë provim në sytë e mi, sepse e ka fitu shumicën. Me datën 9 shkurt të këtij viti, qytetari dhe votuesi i Republikës së Kosovës, lëvizjes vetëvendosje i ka dhënë mandatin dhe të drejtën të qeverisë me vendin. Por, dhe këtu vim te elementi esencial, me një obligim, jo më vetë. Me një koalicion që nuk u bë. Pikërisht. Dhe këtu qëndron problemi, sepse vetëvendosja thotë që ka bërë tentativa për ta bërë këtë koalicion dhe nuk është pranuar me një formë. Kjo solli një situatë të re politike, dhe kjo solli edhe zgjedhjet e reja. Pikërisht, dhe tash me datën 28 dhjetor do të jetë vetë qytetari i Kosovës që do ta gjykoj nëse vërtet lëvizja vetëvendosje si fituese e zgjedhjeve të 9 shkurtit ka bërë përpjekje për përmbush obligimin përkatësisht mandatin që qytetari i ka dhënë. Unë personalisht mendoj që qytetari i Kosovës din çka të votoj dhe ka votu. Nëse lëvizja vetëvendosje sot thotë që ne jemi përpjekur, atëherë do të jetë qytetari i Kosovës që me datën 28 dhjetor do t'i tregoj lëvizjes vetëvendosje nëse